Sot do të përgatisim një recetë tradicionale dhe të dashur për gjithë, e shijshme, kremoze dhe perfekte për çdo rast. Si fillim do të marrim 1 kg mish qingji, i hedhim pak vaj ulliri ose çfarëdo lloj vaji të dëshironi dhe i skuqim mirë. Pasi mishi e skuqur, do t'i hedhim rreth 1 litër e gjysmë ujë, 1 qep dhe 1 domate. Kjo për ta hequr paksa erën karakteristike të mishit të qingjit. E lëm të ziejë në temperaturë të ulët derisa mishi të ketë zier plotësisht. Kur mishi është gjysmë i zier, i hedhim kripën. E lejmë të ziejë sërish derisa mishi të jetë gati. Ndërkohë do të skuqim mielin, unë në këtë rast kam përdorur vaj ulliri, por mund të përdorni edhe gjalp. Do të hedhim rreth 3-4 lugë miell. E skuqim mielin derisa të ndjejmë atë aromën karakteristike të skuqjes së miellit. Si mishi ka zier, do ta kalojmë në një tepsi të cilën më pas do ta vendosim në furrë. Në një enë do të hedhim rreth 3 kokra vezë, unë në fakt përdor vetëm të verdhat, por nëse dëshironi mund ta hidhni vezën të plotë. Më pas hedhim 2 gota kos, rreth 400 gram. Mielin të cilin e skuqëm pak më parë. 3 thelpinj hudhër. I përziej mirë të gjithë përbërësit bashkë. Masën do ta hedhim në lëngun e mishit, të cilin më parë kemi kulluar. Përziej mirë derisa të fillojë të ziejë dhe masa të trashet. Më pas do ta hedhim në tepsinë të cilën kemi vendosur mishin. Mund t'i hidhni gjithashtu dhe pak oriz, por ne nuk e preferojmë, kështu që unë nuk i kam hedhur. Gjithashtu nëse e doni më të trash, mund t'i shtoni mielin. Sipër do t'i shtojmë pak gjalp të shkryr. E vendosim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 30 deri në 40 minuta. Tashmë është gati e sa po dal nga furra ka një aromë fantastike. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!